Sigurimi i makinës do të kushtoj më shumë vitin që vjen të gjithë atyre drejtuesve që kanë shkaktuar një aksident gjatë këtij viti. Drejtuesi i autoritetit të mbikëqyrjes Mimoza Kaçi tha se zbatimi i ndëshkimit për shoferët problematik nis vitin e ardhshëm. Mund të mos jetë perfekte, por është hap i madh për të ndryshuar perceptimin e qytetarëve që të tregojnë kujdes në drejtimin e mjeteve, pasi që në 1 janar 2026 do të hyjë në zbatim dhe bonusi dhe malusi, tha Kaçi. Në qoftë se incidenca e dëmeve në nivel vendi është 3.8, është 3.8, do të thotë që 3.8% e drejtuesve do të penalizohen, apo themi 4%, ndërkohë që 96% të tjerë do të jenë të trajtuar me bonus që do të luhatet sipas diapazoneve të përcaktuara. Kjo skem që zbatohet në shumë vende të Evropës vjen e tjetërsuar në Shqipëri, thot deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe, i cili thekson se shpërblimi për të rregulltit është minimal. Modeli italian si në bonus dhe në malus është shumë i shpejt. Për një vit pa aksidente ngjitesh një shkallë më lart, ndërsa për një aksident bie 2 më poshtë. Ku përputhet modeli jon me Italinë, Spanjën apo Finlandën? Bonusi është nga 0.95 deri në 0.98, pra nëse unë sille mirë nga niveli bazë 1%, përsëri përfitimi do të jetë nga 0.95 deri në 0.98, kurse të gjitha ato që përmenda, bonusin e kanë për stimulim për të sjellë mirë në rrugë, ndërsa malusin e kanë ndëshkim, tha Braçe. Me tone të ashpra, Braçe tha se AMF-ja bashkë me konkurrencën po lejon një marrëveshje të jashtëligjshme në tregun e sigurimeve në kurrizë të qytetarëve. Barriera kryesore në atë treg vjen nga operatorët, është ajo që kemi diskutuar këtu dhe ju e hodhët topin tek autoriteti i konkurrencës. Nesër do të vi konkurenca këtu dhe do e kaloj topin tek ju, se është topi nxehtë ai, ndaj ikin investitorët e huaj, sepse ky treg nuk ka treg të lirë, por një marrëveshje të palishme që është pranuar nga ju, nga autoriteti i konkurrencës dhe pastaj dhe nga qytetarët, tha më tej Braçe. Kjo është një nismë shumë e mirë, ofron mbulim për kategoritë e banesave të qytetarëve deri në një nivel të caktuar dhe sipas rastit çdo qytetar mund ta shtojë me sigurime të tjera apo mund të rrisë nivelin e mbulimit. Ky do të jetë një sigurim minimal që e blen çdo qytetar dhe më tej sipas nevojës. Mund ta edhe sipas buxhetit sigurisht, mund ta rrisë dhe ta përshtat sipas nevojave të tij. Ndërsa gjatë diskutimeve Kaçi foli edhe për ligjërimin e kriptovalutave në Shqipëri përmes një ligji të ri që po hartohet. Kemi punuar për draftimin e ligjit, jemi në një grup pune të përfshira, AMF, BSH, Ministria e Ekonomisë, kemi përgatitur një draft të parë, po diskutohet në grupin e punës dhe deri në fund të vitit mendohet që ne të publikojmë draftin, tha Kaçi. Mungesa e një ligji që rregullon këtë treg u ngrisi shqetësim edhe nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, gjatë raportimit në komisionin parlamentar pak ditë më parë, ku tha se janë sekuestruar 11 milion euro kriptomonedha gjatë vitit 2024, por Shqipëria nuk ka një portofol digjital për t'i ruajtur.